Zoti ministër duan punë. 80% e të rinjve nuk i besojnë zyrave të punës. Zoti ministër, nëse nuk na gjeni punë, lërini të lirë vendin tuaj. Këto ishin sloganet e përfaqësuesve të Parlamentit Rinor Shqiptar, të cilët protestuan para Ministrisë së Punës, çështjeve sociale dhe shanseve të barabarta. Në ditën ndërkombëtare të rinisë, të rinj të sapo diplomuar deklaruan se të rinjt shqiptar me mbarimin e shkollës përballen me mungesën e punës dhe indiferencën totale të shtetit. Në gjithë Europën perëndimore sot protestojnë për shërbimet e luksit, për internetin 3G, ndërsa ne jemi këtu sot sepse 60% e papunësisë në Shqipëri janë të rinj. Kjo ministri ka hartuar politika, strategji, ka marrë masa, por pa rezultat. Është strategjia e 2007-s që ka 4 vite që premton vende pune dhe ndihmë ndaj biznesit rinor, por që janë vetëm fjalë boshe sepse asgjë e tillë nuk ka ndodhur. Unë jam diplomuar këtë vit, dhe si unë, mirat tjerë kërkojnë që kjo ministri të marrë masat për të punësuar të gjithë të rinj. Një tjetër përfaqësuese e Parlamentit Rinor Shqiptar, Enerida Isufi, deklaroi para zyrave të kësaj ministrie revoltën e saj për këtë dikaster, që nuk mbështet në asnjë rast të rinjtë e komunitetit rom në Shqipëri, të cilët gjithashtu janë braktisur dhe janë lënë në mes të rrugës nga ana e shtetit. Aplikoni dhe nuk implementoni politikat që parashikojnë punësimin e të rinjve rom. Ju do të thoni që pse e bëjmë sërish të pyetje, do e bëjmë për aq kohë sa kjo ministri të ndryshojë përgjigjen e vet. Mos thotë më që romët nuk kanë kapacitete. Si përfaqësuese e rinisë rome në Parlamentin Rinor Shqiptar, më lejoni t'ju them se romët kanë kapacitete. Ka shumë të rinj që aftësohen dhe diplomohen. Por, ashtu sikur se shumë të rinj të tjerë jo rom, diploma e tyre është kthyer më tepër si një suvenir më tepër në sirtarin e tyre. Të rinj në mënyrë simbolike hollën diplomat e tyre në dyert e ministrisë në shenjë proteste.